fuskuqi, kremi pudër, produktet për syt, lapsi, remeli, gjërat e gocave. Të cilat kanë po të njëjtin... Po, pikërisht, ka njëjtin mit që mund të ndikojnë në pubertet të hershëm, që tregon dhe një herë që vajza nuk duhet të lyen herët në moshë të vogël, sigurisht në fertilitet, në metabolizëm, në tiroide, çfarë mund të themi? Dhe kjo është arsyeja që do të thënë nëse thuhet për pjesën e riprodhimit, akuzohen edhe për një pubertet të parakohshëm. Sigurisht që puberteti parakohshëm është i lidhur me aspektin ushqimor, edhe me aspektin e ambiental, janë të gjithë faktorët, por po të shikojmë populatat aktuale, kanë një pubertet që fillon më herët krahasuar me vite më përpara. Sot që flasim 10 vjeç, 12 vjeç? Është fillimi një puberteti që nuk është më rastësor që të jenë në pjesën e brezave të rinj, domethënë sepse është kompleksi të gjithave, pavarësisht se fokusi i bisedës tonë të sotme është kryesisht e lidhur me kozmetikën, atë që kemi në dorë për ta shtyr në përdorim apo për ta paksuar në përdorim, por mos harrojmë që kemi edhe faktorët e tjerë që ndikojnë faktikisht. Por një pubertet i parakohshëm, domethënë duke ndikuar në pubertetin e parakohshëm, sigurisht është edhe një gjatësi finale më pak në vite në vazhdim, sepse dihet që ajo hovi i rritjes dhe të fëmijëve ndodh pikërisht në periudhën e pubertetit. Dy janë periudhat në të cilat organizmi jon rritet me ritme shumë të shpejta. Fillimisht në 3 vjeçarin e parë, pjesa intrauterine në radhë të parë, në 3 vjeçarin e parë, dhe tjetra është hovi i pubertetit, dhe pasi mbaron ky hovi i rritjes së pubertetit dhe stakohet aty. Fillon më shpejt, por stakohet më herët.